e kemi një material kështu tani të kohëve të fundit. Qash. Për shembull, mos pësoj me luftën e Iranit se jemi deri në fyt, seriozisht. Po çfarë lufta është e tëra organizuar. Kur Donald Trump takoi Netanyahun, po e pe që i dolën 6 gishta atij, që Trump e kishte modelin e flokëve në të majtë, pastaj i kaloi në të djathtë. Aty ishte tërë komploti. Mirë. Prandaj tham, jo në ato lloj komplote, në ato tonat. Doli nga tonat. Të vendit, po. Nga këto shqiptarët. E keni vënë re për shembull, ja t'ju them unë juve një, po ju si dëgjoni, ju duken për radha, këto pastaj kur ju dalin thoni, këta mira ju konspiracionisti pastaj. Për shembull, e keni parë Ramëna. E kemi parë. E keni parë që mos ta shohësh atë valla, ku? Del në çdo televizion ditë për ditë në çdo orë. Jo, e kam fjalën e keni parë apo jo? E kemi parë pra. Ashtu. Ky beri një libër tani kohëve të fundit. Po, në sofrën e hënës. Në sofrën e hënës. Po e diri çka kishte fjata kryesore. Çka kishte në gjë? Të sofra. Po. Në qep, në djathtë. Po jo bre çfarë qepi, o ignorant. Kishte mollë dhe dardha, ore. Edhe kush i ante ato e ante, ore. Është çark. Është shpinës të kavarierëve. Është kurthë, bre, është kurthë. I provokon, ai keni vënë re, për shembull që Rama këto kohët e fundit nuk po merr asnjë figurë të rëndësishme politike rreth vetes. Kemi vënë po s'ka më, jo se kanë hikë. Jo, ose si afrohen më, se kanë frikë u burg. Po se kanë frikë ose janë burg. Po çfarë thonë ata e kanë ëndër ti thot Rama mirëmëngjes ti thua si afrohen. Ata që kanë ëndër janë deri diku tani. Po kush nuk do t'i afrohet Ramës, po kjo është e tëra strategji e Po që strategji është më la? Për Shqipërinë e 2078-ës. Edhe ai po mendon të kthej rinin një para e punës. Si ta kthej? Ta kthej bre, mos të punojnë me të rinjt, mos të jenë me shërbëtor të uajit, po të vinë në Shqipëri, mos të punojnë me andej të rrezikojnë jetën në për shtëpira bari, po të vinë këtu të punojnë administratë, të bëjnë një drejtor, një ambasador, një tutje, një tu, edhe të jetojnë jetën tamam. Fiks, ja të burgun mos ta bëjnë anë ta bëjnë këtu thuat. Po të bëjnë burgun në Shqipëri. Po burgun e bën këtu, po nuk është një lloj o ignorant. Si s'është një lloj. Në qoftë se të kap anglezi apo ziceriani, e para do t'i marri lekët, qarë leka shkeberët, të letë punoshe, qarë leka shkeberët i benë na, edhe i dyta nuk do bëjsh një vit e 2 ore, do bëjsh 15-20 vit, e kur të dalësh pastaj nuk di nga ke yrë. Kurse këtu ka ndryshime, po erdhe këtu, do jesh drejtor për shembull. Për shembull atje fitimin e llogarit në bazë të rrejnëve të kanabisit ose të kokainës çfarë do shesësh. Po këtu? Kurse këtu s'ka limit fitimi, fiton sa të duash. Si sa duash. Po të jesh drejtor e një firmë, një vul, një presion, një gjobë, disa lek mera. Ose ke ide në fare ore, merë sa të duash edhe vete da kozi direktor. Dakor fitimi është më i madh, po burgu? Po burgu është më i vogël, pra, këtu qëndron e tërë i leja. Po janë kushtet më të këqija, burgu në Angli ka lezeta burgu. Po çfarë kushtet të këqija ore, i ke mente kokso. Po ku jeton bre, po këta e bëjnë në burgun me shampanja o me gjera. Po se harrova je drejtor këtu. Po je drejtoru, ke ber miliona euro, ke ber ndere. Spunon me shtëpi bari këtu. Edhe pastaj pse kur të futesh kujton ti se do të njihen të tëra akuza ato. Po një shpërdorim detyre do bësh 2-3 vit, një vit para burgime edhe e odhe, o shijon jetë, shijon leka. Imagjino, të thot gjykatësia e ke bër, burr motre se kanë bër thotë. Betosh edhe shpëtove. Nuk ka as grup të strukturuar kriminal as gjë, shpërdorim detyre, edhe shpëtove, po shijon leka ato, po morë me droga as lekat si shijon edhe në burg vete edhe të tëra ju mbetë. S'ka status. Dhe qa moshe lejo, dhe qa moshe i merë Rama këta la. Po aju ka filluar tani se ka dhe një kriter, mirë ma kujtove këtë kriterin e moshët se është shumë i rëndësishëm, që aju i merë të rinj tani se për shembull po e fillove 30, sa të vesh 40, sa të ashtu nuk shijon do t'jetë. Kështu që aju ka filluar t'i marrë 25 e poshtë. 25 që i bënë diplomata, ambasador, drejtor, inspektor, që këto që marrojnë me orë. Që kemi të mëdhejnë. E keni kaluar moshën bre. E keni kaluar, se këta për shembull, ti po e fillove 25, do vjedhësh 5 vjetë, vajte 30, 2 vjetë do bësh burg, 35 fillon jeta, ore. Leke, rregulli. Leke miliona euro, nuk e di sa apartamente. Familje pastaj. Pastaj krijon edhe familje. Po, normal. Harrohet. Se këtu ka dhe një gjë, ore.
Se mos mendoni ju se të respektojnë se po patë diploma e gjera. Jo, atë e dim ne, këtë e dim ne. Ashtu, po patë liki i nderuar i respektuar. Po mire, do me thënë, deri tani 25 për një 4 vjet do ulet prap mosha kam Po shtypë do se ulet do shkojnë në 18 se s'do ketë me, pensionistat ka nikur të tërë, kush do rrinë në këtë vend? Sa të kalën gjimnaze, ato 18 vjeç hajde futu drejtor. Po direkt o drejto, po pse ja dhe e bere shkollën e lartë, çfarë fitove? Ore, më fal, që mos ke muhabet me Ramën. Po ti thua të marri minoren më mirë. Ti fusi drejtor, se ata s'vëjnë burg fare biles. Ata si kap ligji, Me kalimin e kohës, po se shiko se kjo është edhe strategji, se po ta keni vend në rej ju që kohët e fundit Rama si ka pasur mirë muhabetet as me Europën në rej. Po, e kemi parë. Që erdhi kjo Kosi, qumsi çare ka kjo. Marta Kosi që i tha, kujdesë me korrupsionin, kujdesë se s'të futem në Europë. Kujton kjo se do të futet Rama vërtet në Europë. S'bënde korrupsion, po donte. Po çfarë fletu? Po t'ishte lufton të brenda natës, po futen në Europë s'bën do të më, pastaj. S'bën do të më, bre, se do të vënë një sanksione, ka avaze të tjera. Kurse kështu ky thotë është justifikuar se thotë po të rinj janë, bre. Se dinë se vetë ka vjedhur pa dashje, ka firmosur pa dashje. Se dinë atë shihen e dardhës. Se dinë shihen e dardhës kanë ngrënë, do mësojnë nga gabimet e rritë të njeriu edhe kështu shpëton edhe Europës ore. Po jo, normal, ndoshta ky kanë mend na fusin në Bashkimin Amerikan. Po Europa edhe pak do shpërbehet për vete. Po mirë, gjithsesi. Po ta keni vënë në re ju ka filluar shpërberet që doli Anglia, pastaj erdhën ja dy vende të tjera që morën kështu, po kjo është mohabet. Më fal, tani kemi filluar me Amerikën, pastaj do ketë probleme Amerikat, më duket se Rama do filloj prapë me Kinën dhe me Rusinë si ai xhaxhi. Po politika është oportunizëm, se çfarë kujton ti? Atje do vemi ne prapë te Kina. Po Rama tha mos sot të zgjidhet Trump, tani tha ai është strateg, po unë ndajta me të bien se ja ti më dha leje. Po pra, të tërë këto i kanë në dorë këta Rothschildet apo jo? Po ata janë disa familje dhe po ta lexoni te komploti i botror i Nikolaevit, ai i thotë qartë aty se si ka filluar ky komplot edhe çfarë është kryesorja. Ja ta blen, ja se e kemi një aty ta lexoj çik më duket. Atë do lidhemi pak më vonë, 2 sekonda se do të marrim prapë edhe për sekondë. Edhe lexoni ndonjë gjë me sërishtave për se ngelet ignorant. Mirë, ja 2 sekonda se do të lexojmë me sërishtave. Tapim syt. Kam dhe ca libra kështu me teori konspirative këtu. Mirë, ja. Natë Më shkruani në email ora. Po, biso ta nxjerrim çik situatën me sherr. Me sherrë. Po Spartak ngjelet. Po se Spartaku kesën të tëra. Ti këtë kishe vënë parën apo?